Përshëndetje. Në fokus të speciale sot do t'jetë situata gjeopolitike. Kina dhe Bashkimi Evropian janë ekonomitë e dyta dhe të treta më të mëdha në botë. Ato, përsa i përket prodhimit ekonomik, përbëjnë 1/3 e ekonomisë globale, ndërkohë që përsa i përket tregtisë, përbëjnë 1/4 e vëllimit tregtar botror. Vendet e mëdha në situatën aktuale gjeopolitike kanë edhe përgjegjësi të mëdha. Kjo ndodh edhe me Kinën dhe Bashkimin Evropian. Marrëdhënia e tyre 51 vjeçare, zhvillimi i saj, sfidat në për të cilat ka kaluar kjo marrëdhënie, si paraqitet ajo në momentet aktuale. Për këto do të flasim sot në intervistë ekskluzive me ish-ministrin e jashtëm të Shqipërisë, ekspert i diplomacisë, Arian Starova. Zoti Starova, faleminderit që do t'jemi së bashku në këtë speciale. Të gjithë flasim për botën, për ato që po përjeton bota në tërësi. Të gjithë flasim për këtë tranzicion të thellë për të cilin bota kalon dhe marrëdhëniet 51 vjeçare midis Kinës dhe Bashkimit Evropian sigurisht që janë përballur në këtë gjysmëshekulli me sfida të shumta, me ulje, me ngritje, përballë konflikteve gjeopolitike, përballë fragmentimit ekonomik dhe ndryshimeve klimatike. Por a do t'i quani marrëdhëniet midis Kinës dhe Bashkimit Evropian si një model pragmatizmi? Edhe për mua është kënaqësi që jam këtu edhe për të folur për problemet të rëndësishme të situatës ndërkombëtare. Vërtet bota kështu është. Gjithmonë ka pas lidhje midis politikës dhe ekonomisë, madje shtetet bëjnë politikë për interesa thelbësore ekonomike, nuk ka politikë për politikë, po edhe ekonomia natyrisht ndikon tek politika, tek fuqia ushtarake, tek fuqia investuese, tek fuqia ndikuese apo influencuese tek vende ndryshme. Tani, këto ekuilibra janë prishur, do të thotë që është periudhë e veçantë kur lidhja midis kjo lidhje për cilën fola politikë ekonomike dhe tas fare. Dhe do të bëj një arsyetim cilin do të thosha guxoj ta them, sepse ka shumë ekspertë të tjerë që mund të mendojnë ndryshe që periudha që i parapriu kësaj situate tani ka qenë një periudhë që quhet globaliste, globalizmi u zhvillua. Globalizmi prishi balancat ekonomike. Për shembull, po të riverojmë diçka, po të vëmë në Shtetet e Bashkuara, administrata po përpiqet të ngrej dhe të krijojë dhe ka krijuar një politikë proteksioniste. Pse? Sepse vërtet që mallat qarkullojnë lirshëm, po Amerika po humte. Në shkuptim, sepse ky ishte vend i zhvilluar, teknologjia shumë i fuqishëm dhe ndërkohë që në vendet tjera kishte fuqi përdorur më të ulët të tjerë dhe po i instaloni, po i hiqni industri të po i çonin vendet. Kjo po prishte fuqinë. Vërtet që interesat ekonomike të themi të amerikanëve pak a shumë ishin po aty, por fuqia e shtetit po binte. Ndërkohë, edhe këtë le të themi ka shfrytzuar presidenti Trump në programin të bëjmë Amerikën të parë. Amerikën të parë në kuptimin Amerika është e para. Ai nuk e krahason këtë parë në botë, por si se ka shumë shenja që është e tillë krahas Kinës, sepse edhe Kina po bëhet pra. Kjo kohë ka kërkuar nevojën për të rikalibruar apo rregulluar, po themi, raportet midis vendeve ndryshme, diku me politika proteksioniste, diku me politika të tjera. Në këto rrethana, Kina duan ekspertët është në një pozicion disi më të favorshëm sepse ka një prodhim jashtëzakonshëm, ka një rritje cilësie shumë të madhe, ka një përparim teknologjik që është brenda atij synimit të madh që kërkojmë ta bëjmë teknologjisht pavarur Kinën, edhe nga kjo pikpamje fuqia konkurruese e saj është shumë e madhe. Natyrisht ka shumë faktorë këtu edhe popullsia, po në radh parë jo popullsia, po organizimi dhe zelli i specialistëve, inxhinierëve, teknikëve, teknologëve, edhe specialistëve e tjerë, po edhe i vetë njerëzve të thjeshtë që punojnë. Pra, në këto kushte është bota e sotme. Kthehemi tek pyetja konkrete tani. Në këto kushte, pavarësisht problemeve që ka, edhe BE-ja me Kinën mund të kenë probleme, pak kënaqësira, mund t'i prekim dhe më vonë ato konkretisht, por mbizotron parimi pragmatik. Vendet e Europës dhe BE-ja tërësi ka nevojë për Kinën, tregti, për investime reciproke të tjera, po dhe Kina ka nevojë për Bashkimin Evropian. Si një shtet me ekonomi jashtëzakonisht të fuqishme ka nevojë për tregje. Puna është se si shfrytëzojmë këto tregje tani.
është një fakt i cili e di që e shqetëson pak Europën, sepse mallarët kineze shkojnë me çmime shumë të ulta, por nuk është kjo rruga, le të themi, për të penguar Kinën, duke i thënë që shiko, mos prodho kaq shumë se rruga është konkuro. Por natyrisht, pavarësisht nga kjo nuk është kontradiktje pak kapërcyeshme, sepse edhe në marrëdhëniet e ekonomisë së tregut lirë, konkurenca ka nevojë për një lloj tërësie rregullash që të bëhet vërtet e padëmshme dhe të ndihmojë dy palën. Pra, për ta përmbyllur pyetjen, është një përgatitje i dobishëm, nuk është i vetmi model, është një model i mirë, po vazhdon me sa duket vizita e këto e kanë treguar. Tregoj këtë gjë që është një bashkëpunim i cili jo vetëm është i rëndësishëm me Kinën, po shikohet edhe si afat gjatë. Gjermania foli për vetë, po natyrisht Gjermania si përfaqësuese e BE-s, sepse u trajtuan pak a shumë po ato probleme që ka trajtuar edhe von der Leyen dhe tjerë më parë që kanë bërë vizita për shtete përfaqësuese të katër shtete që po. Pak me atë që thatë juve pak më parë në lidhje me politikën, që politika nuk është politikë në vetvete, në fakt kjo ishte edhe një deklarat që më duk interesante e kancelarit gjerman Friedrich Merz përpara nisjes për në Pekin, për në vizitën e tij në Pekin. Ai tha se politika e jashtme sot është gjithashtu politikë ekonomike e jashtme dhe politika ekonomike e jashtme është një pjesë thelbësore e politikës son ekonomike. Nuk është diçka e re, është e re që ka thënë Merzi, këta e kanë të gjithë librat, të gjithë teoria, teoritë politike, gjeopolitike e tjerë, shumë rëndësishme. Tani ka dalë më hapur. Po i theksoj idenë që dhe ndërkohë për të ndalur në këtë ndërveprim, në këto shkëmbime midis Bashkimit Evropian edhe Kinës, që nga fundi i vitit 2025 patëm vizitën e presidentit francez Emmanuel Macron dhe menjëherë në janar ishte një trafik i rënduar, do ta quaja vizitash europiane, jo vetëm. Ishte kryeministri i Kanadas Carney, ishte kryeministri i Irlandës, kryeministri i Finlandës, po ashtu edhe kryeministri i Britanisë së Madhe. Vizita këto që ishin përpara shkurtit, kur kancelari Friedrich Merz zhvilloi edhe vizitën e tij në Kinë, një angazhim ky midis ekonomisë më të madhe të Bashkimit Evropian, asaj gjermane pra, dhe Kinës. Mendoni se të gjitha këto takime bëjnë një lloj orientimi në shtimin e bashkëpunimit apo në përcaktimin e një modeli të ri bashkëpunimi Kinë-BE? Pa diskutim, model të ri nuk mund të flas, shpejt kjo gjë, nëse ne quajmë model të ri faktin që vendosen disa rregulla për të shmangur disiat e sikletin apo vërqesin cilët gavon disa sektorë të ekonomisë, prodhimi apo tregtia kineze, kjo nuk është një gjë, nuk mund të them që nëse ndryshimit disa rregulla krijon një model të ri, po ndoshta modeli kalibrohet ose përmirësohet e tjerë, por kjo tregon që marrëveshja, marrëdhëniet do të vazhdojnë. Edhe më përmendja që nëse nga vitin në vit apo nga 3-4 vjet, në disa vjet tjerë, Kina do të ecë me atë projektin e famshëm Belt and Road Initiative, rruga dhe brezi, për të ripërtrirë dhe të rigjallëruar jo vetëm shkëmbimin e vlera ekonomike, por edhe kulturore dhe të tjerë, midis lindjes largët Kinës dhe Europës, nëpërmjet infrastrukturës, atë zhvillimit infrastrukturor, pra hekurudhat apo rrugët e tjera, rrugët detare janë që janë bërë hekurudha, mendohet me shpejtësi të lartë, siç synon Kina. Natyrisht e intensifikon shumë tregti. Dhe kjo është një rrethan e cila e ndihmon këtë bashkëpunim. Pra përmirësimet infrastrukturore, edhe unë mendoj që në të ardhmen ndoshta të shpejt, nuk duhet të jetë vetëm Kina që do investojë tek këto hekurudha, por duhet të jetë edhe Europa, sepse në fundit nuk është vetëm për Kinën, është edhe për Europën. Patjetër. Ju mendoni se, le të themi në këtë rast edhe presidenti Trump me politikën e tij ndaj Bashkimit Evropian ka ndikuar që vendet e Bashkimit Evropian dhe liderët evropian t'i kthejnë syt nga Kina? Jo, nuk e shikoj në këtë mënyrë, sepse po ta shikojnë në këtë mënyrë, duhet pranoj sikur Shtetet e Bashkuara po përpiqen ta pengojnë Bashkimin Evropian në një tregti domethënë të mbarë me Shtetet e Bashkuara. Tregtia do të vazhdojë gjithmonë, po t'i referohem me fjalimin të Rubios, Marco Rubios,
në konferencën e sigurisë. Shumë qartë që Amerika, mjafton dhe është shprehje që tha, Amerika që e themi shpesh ne, por kur e thot Rubio është ndryshe, që Amerika është pjell, është fëmijë i Europës, si për vlera demokratike, vlera kulturore, kështu dhe ekonomike. Përpjekja për të ose vendosja të arriva që ende nuk ka filluar të zbatohet, është i përpjekje për të ekuilibruar balancat. Është pak a shumë e ngjashme se ajo që i kërkoi Mersi Kinës. Pra për të vënë sa rregulla që mos e dëmtojnë njëri tjetrin. Dhe ai, domethënë ekspertët ekonomistë e financiarë të administratës Trump, i lanë të kuptoj atje që këtu është prish një lloj balance, pra të tjerët përfitojnë më shumë nga prodhimi i teknologjisë amerikane se sa përfiton ajo. Dhe këtë po bën në asnjë mënyrë nuk mundet të themi që Europa po ndihet e bllokuar nga Amerika, po kthehen syt nga Kina. Jo, ky është i tërkëm që të vazhdojnë nga gjithë. Europa me Kinën, Europa me Amerikën, Amerika me Kinën, Kina me Amerikën. Unë e shikoj si një tregti e lirë, sigurisht, po duke ripërcaktuar disa rregulla për të dalë në mirë llogarit gjithë vendeve, gjithë grupit vendeve që në këtë tregti dhe investim të ndërsjellë kapitalesh. Ndërkohë, ndalemi edhe tek Shqipëria, integrimi i Shqipërisë i mëtejshëm i tregjeve të Bashkimit Evropian dhe Kinës sigurisht që e prek edhe Shqipërinë. Shqipëria është një vend që po punon fort dhe po përpiqet shumë që të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Por ndërkohë në këtë integrim të tregjeve BE-Kin, a duket sikur në këtë parafrim të Brykselit zyrtar me Pekinin zyrtar edhe Shqipëria duhet të ndjek këtë shembull? Njërë do këthem tek ideja, Shqipëria po përpiqet, çdo thot po përpiqet. Por të realizuar kriteret. Po përpiqet jo si duhet, sepse ndërkohë që kjo qeveri përpiqet, apo Shqipëria përpiqet, do themi, Bashkimi Evropian vetëm na largohet. Tani për shembull është një grup me krye gjermanët, i cili ka rregume shumë të forta për rrugën që po ndjek Shqipëria për të ofruar, për të plotësuar standard për antar i BE-s. Dhe ky është një problem shumë i madh. Dhe nga vërejtjet kryesore janë për shembull gjëra që lidhen me drejtsinë, pavarësinë e saj. E gjithë kjo që ka ndodhur, unë e kuptoj që publikut që mund ta dëgjojë nuk i intereson kjo gjë, po përpjekja për të mbrojtur rastin e një antarit kabinetit qeveritar për korrupsion madhor dhe të dukshëm, të bazuar në vlerë, është diçka që shqetëson Bashkimin Evropian. Ne do të fusim në Europë, ti nuk respekton vlerat. E lëmë një këtë gjë, pra kjo është më tepër që korrupsioni ka qenë gjithmonë një nga kriteret në linjën e kuqe të Bashkimit Evropian. Korrupsioni është me institucionet e tjera, me drejtsinë, me shumë gjëra, me anën morale, sepse gjithë bota perëndimore demokratike tregon sa herë që ka probleme jepet dorëheqje. Njëve dorëheqja fare. Po, ta lëmë një këtë prasë. Okej, le ta pranojmë që po përpiqet, po jo ashtu siç duhet për të bërë antare BE-s. Në këndvështrimin e afrimit mëtejshëm, pra forcimit marrëdhënie BE-Kin, unë do thosha që Shqipëria ka pas gjithmonë të këndvështrim të hapur për ta kuptuar dhe për ta ndjekur. Por Shqipëria është treguar ngathët, është treguar, unë do thosha, nuk do hezitoje, nuk do nguroj thosha dhe po themi shpërfillse, sepse fare mirë, duke patur parasysh se çfarë është Kina, çfarë zhvillimi ka dhe çfarë marrëdhëniesh ka me vendet tjera të botës dhe çfarë investimesh po bën në Afrikë, në Amerikë Latine, kudo e tjerë, ne nuk kemi pse të kemi disa skrupuj pa kuptim të fare dhe të mos përfitojmë nga kjo gjë. Është tjetër gjë, kanë thënë edhe herë tjera këtë gjë, jo vetëm me ju, është apo me të tjerë që është tjetër gjë marrëdhënia ekonomike në këtë rast dhe tjetër gjë influencat që janë absurde për mua, milesare që pritet është turp, influencat kulturore le të ketë, se influencat kulturore janë shumë mira, po influenca politike e tjera që vijnë që janë krejt absurde. Ne jemi prapa në këtë pikë. Nëse kemi kap këtë lloj trendi, mendoj për të mos bërë komente shumë konkrete që Shqipëria nuk po e shfrytëzon këtë lloj mundësie, këtë lloj le të themi, pse jo dhe dashamirësie, sepse duhet ta përsërisim vazhdimisht që Kina nuk e harron kurrë përpjekjen dhe ndihmën që i ka dhënë Shqipëria pavarësisht komunistëve e saj për antarësimin në OKB. Dhe natyrisht politika nuk bëhet në bazë nostalgjisë e tjera, po edhe kjo ndikon
shumë dhe mendoj që duhet shfrytzuar kjo gjë, por le të shpresojmë që do të ketë një këndvështrim dhe një zhvillim tjetër në të ardhmen. Tani kemi vetëm tregti. Dhe është një fakt shumë interesant. Ndërkohë që kreu i politikës, politika qeveritare përpiqet tregohet ku diun çfarë shkruaj, që mbahet shpërfillë etj. Ndërkohë tregtia rritet. Ky është një fakt i madh. Që është si një trokitje ndër qeverisë. Çfarë bëni më? Njerëzit që merren me ekonomia duan, ju rrini, jo po kjo, jo po. Jo vetëm tregtia, po edhe kërkesat e tregut shqiptar për teknologjinë dhe sidomos të startupeve shqiptare dhe të teknologjisë informacionit. Se ka diçka shumë interesante. Jo vetëm që vere unë si Arian, por shumë njerëz thonë, cilësia e madhe e kinezëve nga vit në vit është në rritje. As nuk e diskuton. Kina nuk është më vetëm, nuk është fabrika. Fjala që dikur thuaj, domethënë mallra kineze nuk timi cilësore. Kishte paragjykim. Por tani është një cilësi shumë e lartë, madje pata dhe një intervistë me një të ri që kishte një kompani të teknologjisë informacionit dhe inteligjencës artificiale në Shqipëri dhe tha ne patjetër shkojmë dhe testojmë tregun dhe marrim atje, domethënë arrim të kuptojmë se në cilin nivel jemi. Për shembull, futja këtyre makina, build your dream, bit, si që mund quhet, ka eci me galop. Edhe në Shqipëri që është një vend i vogël, shumë të afërt vit, duhet të bëjmë në Shqipëri që është një vend i vogël, neve po shikojmë gjithmonë më shumë në. Dhe le të rikthehemi në pikërisht në atë temë të bisedës, që janë zhvillimet aktuale gjeopolitike, ndërkohë edhe kancelari Merz foli me presidentin Xi Jinping në lidhje me luftën në Ukrainë, që është mjaft e rëndësishme dhe çështje të tjera. Dhe në këto zhvillime nuk mund të bëjmë dot prognoza sepse dhe vetë situata është e paparashikueshme, por shikoni që do të ndikojnë gjithë këto takime brenda 3 muajsh të liderëve të europian dhe jo vetëm dhe me ata kinez për sa i përket situatës aktuale. Dhe situatat ndikojnë, po ne duhet të flasim ajo që ka rëndësi më shumë për zgjidhje. Zgjidhjet, unë kam këtë pjesën, jam pak optimist i tepruar, gjithmonë kam menduar që po mbyllet lufta, po mbyllet bile para Krishtlindjeve, në Ukrainë, të tjera të mirë. Por, me sa duket, do të hajë dhe ca kohë, një gjë është bërë qartë në Ukrainë, që atë do të ketë ndryshim kufish, kjo është e qartë, dhe kjo është një nga pikat, një tregues i prishjes rendit të ri, se tani s'është më i ri të pas luftës, për shumë arsye, prapë interesa ekonomike në thelb. Ai kërkon Donbasin dhe atë gjithë rajonet Donbasit, Ukraina 2 rajonet që janë aty. Edhe nuk arrihet, natyrisht Zelenski është president, kushtetuta i thotë duhet rru sovranitetin territorial ndër të tjera. Dhe kjo do haj kohë, pra kjo do të bëhet, po do të bëhet me dhimbje. Natyrisht, kur i vëm balans të ndryshojmë kufit dhe humim pak territor, atë vazhdojmë të luftojmë ku asnjëri s'fiton dhe vetëm vriten. Si Rus, si Ukrainë, nuk shkon. Natyrisht, tani, Merzi ka folur, kanë diskutuar me presidentin dhe me autoritetet të tjera në Kinë për këtë problem, nuk e di çfarë mund të bëjë. Kina për mua ka mbajtur një qendrim shumë kujdesshëm. Ka shpesh kritika, nga më thënë dhe më parë, edhe në intervistë me ju që zërat të cilët për mua nuk janë të madhur shumë, po që thonë se Kina po ndihmon industrinë ushtarake të Rusisë. Nuk mendoj që është direkt kështu. Natyrisht ata janë pjesë të disa marrëveshje, natyrisht do të përpiqen të tregojnë kujdesshëm, sidomos Kina me Rusinë si aleat, edhe Shanghai Cooperation e tjerë, po nuk mendoj që ajo po jep ndihmë direkte për luftën. Sepse po ti kishe dhënë ndihmë direkte për luftën Kina, rrezik luftas do ishte ashtu. Konsiderohet nga të gjithë ekspertët që Rusia ka humbur këtë luftë, pavarësisht se mban ato territora që mban, është tregues që ajo nuk mund të jetë më superfuqi. Kështu që me këtë rast, po them edhe diçka tjetër, superfuqitë e ardhshme janë vetëm 2, Amerika dhe Kina, sigurisht Shtetet e Bashkuara dhe Kina. Natyrisht jemi shpejt akoma, po kemi drejt të bëjmë ndonjë parashikime duke që 99% që dhe mund të gabojmë, por le ta themi gjë e madhe, Zoti ka drejt gjithmonë, po
Kjo situata ta kanë folur, nuk e di, Kina gjithmonë ka luajtur rol pozitiv, do luajë për dhe gjithmonë edhe në këtë rast, edhe në këto bisedime, palët duhet të kthehen në tryezën e bisedimeve janë kthyer, po s'parrin dot. Ta gjejnë këtë zgjidhje në këtë formë. Kjo situata, përgjithësisht, se Kina i luan rolin e vet, natyrisht nuk e luan me aq forcë imponuese të tjerë, po nuk mendoj që është problem ndikimi përkeq i Kinës. Ndoshta problemi është kjo që Kina duhet jetë më aktive, ndoshta për të bërë presion pozitiv në emër të paqes dhe të sigurisë tek rusët. Te kuptimi mund ta bëjmë një lloj kritike të vogël që të jenë më aktive për këtë gjë, por me çfarë shohim, natyrisht shumë informacion është jashtë asaj mundësisë time dhe shteti din vetë mirë ato. Zoti Starova, unë ju falenderoj shumë për të gjitha opinionet që ndat në studion tonë. Faleminderit. Të dashur miq, kjo ishte dhe intervista e sotme me ish-ministrin e jashtëm të Shqipërisë, zotin Arjan Starova, me të cilin folëm për marrëdhënien gjysmëshekullore midis Kinës dhe Bashkimit Evropian, historikun e kësaj marrëdhënie, zhvillimin e saj dhe pse jo, edhe të ardhmen e afërt të saj. Ju falenderoj që qëndruat me ne. Miru takofshim.